Në orën 12:28 të kësaj të premteje, qielli mbi Rinas u ça nga tingulli i motorëve të avionit Air Albania me emrin simbolik Naimi. Avioni Airbus A320, i operuar nga kompania Fly 2 Sky, u ngrit nga pista e aeroportit Nën Tereza për një fluturim charter drejt qytetit të Nishit në Serbi. Në bord ndodhen futbollistët e kombëtares shqiptare e stafit teknik, zyrtar të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe gazetarët që ndjekin nga afër udhëtimin drejt një ndeshjeje që mban peshë historike. Sipas të dhënave nga Flyradar 24, avioni ABN 9001 fluturon në lartësi 7582 metra dhe me një shpejtësi rreth 700 km/h. Destinacioni është aeroporti Konstantin the Great në Nish, ku parashikohet të ulet rreth orës 13:02. Pas një fluturimi prej afërsisht 34 minutash, udhëtimi është i qetë, me drejtim verior që kalon mbi Shkodër dhe Podgoricë përpara se të hyjë në Kosovë Motej në Serbi. Në tokën serbe, kombëtarja pret një itinerar toksor drejt qytetit të Leskovacit, ku ndodhet stadiumi Dubočica. Vendi ku të shtunën më 11 tetor, në orën 20:45, do të zhvillohet ndeshja Serbi-Shqipëri e vlefshme për grupin K të kualifikimeve për botrorin 2026. Nga aeroporti i Nishit deri në Leskovac janë rreth 45 km, një udhëtim që zgjat rreth 40-50 minuta në varësi të itinerarit të zgjedhur. Sipas hartave të Google Maps, rruga më e shpejtë kalon nëpërmjet autostradës A1 me dalje në drejtim të Deljevacit, përpara se të mbërrijë në zemër të qytetit jugor serb. Ky udhëtim nuk është thjesht një transferim sportiv, është një kthim simbolik në një skenë ku historia mbart kujtime të forta dhe plagë të hapura. Plot 11 vite më parë, në tetorin e vitit 2014, ndeshja mes dy kombëtarëve në Beograd u shndërrua në një incident diplomatik, pas ndërprerjes së saj nga incidenti i famshëm me dronin që mbante flamurinë e Shqipërisë së Madhe. Sot djemtë trajneri Silvinjo rikthehej në tokën serbe me një mision ndryshe, të shkruar një historinë me top, jo me polemika. Kombëtarja shqiptare, e cila po zhvillon një ecuri solide në grup, e sheh këtë përballje si një mundësi për të hedhur një hap të madh drejt ëndrrës amerikane, kualifikimin në Kupën e Botës 2026, që do të mbahet në SBA, Kanada dhe Meksik. Një fitore në Leskovac do të ishte më shumë se 3 pikë, do të ishte një mesazh sportiv, kombëtar dhe moral. Në përbërje janë të gjithë emrat kryesor të kushëzinjve, nga Aslani, Broja, Bajrami e Hysaj, të cilët gjatë ditëve të fundit kanë përgatitur ndeshje në Tiranë me një atmosferë të përshëndruar dhe pa zhurmë. Federata ka marrë të gjitha masat e sigurisë në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe ndërkombëtare për të garantuar një udhëtim të qetë dhe kushte optimale për skuadrën. Naimi, avioni që tashmë është bërë simbol i udhëtimeve të rëndësishme të kombëtares, ka qenë dëshmitar i shumë fluturimeve futbollistike, por ky fluturim mbar diçka më shumë. Ai përfaqëson një kthim dinjitoz, një moment ku sporti mund të tregojë se Shqipëria e sotme është e pjekur, ambicioze dhe e bashkuar. Në orën 12:28, qielli mbi Tiranë u nda për t'i hapur rrugë një ëndre që fillon nga Nën Tereza dhe mund të përfundojë në Amerikë. Rruga për në botror kalon nga Leskovaci dhe aty në zemër të Serbisë, historia do të shohë nëse kushëzinjtë Silvinjos janë gati të nisin kapitullin e tyre më të madh.